Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Një tragjedi e rënde kurudhore goditi Spanjën. 2 trena me shpejtësi të lartë dolën nga shinat në Andaluzi pranë lokalitetit Adamus në provincën e Cordobës, sipas të dhënave zyrtare të Guardia Civil. Bilanci paraprak flet për të paktën 24 persona që kanë ndruar jetë dhe 10 të tjerë të plagosur. Guvernatori i Andaluzis, Juana Moreno, konfirmoi se 75 persona janë shtruar në spitalet e rajonit, prej të cilave 15 ndodhen në gjendje të rëndë. Autoritetet bëjnë me dije se disa pasagerë janë ende të bllokuar brenda vagonëve të përfshirë në aksident. Fillimisht dyshohet se një tren i kompanisë Iro, i nisur nga Malaga drejt Madridit me 317 pasagerë në bord, ka dalë nga shina dhe ka hyrë në binaret e ngjitur dhe është përplasur me një tren të linjës drejt Huelvës me rreth 200 pasagerë, duke shkaktuar daljen nga shinat. Mbreti i Spanjës Filipe IV dhe mbretëresha Leticia kanë shprehur shqetësimin e tyre të thellë për aksidentin e rënd dhe kanë përcjellë ngushëllime për familjet e viktimave, si dhe urime për shërim të shpejtë për të plagosurit. Mesazhe solidariteti kanë ardhur dhe nga liderët të shumtë europian, përfshirë kryeministrin italiane Giorgia Meloni, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ministrin e jashtëm italian Antonio Tajani dhe presidentin francez Emmanuel Macron, të cilët kanë shprehur mbështetjen e tyre për popullin spanjoll në këtë moment tragjik. Kryeministri i Shqipërisë është bashkuar ngushëllimeve pas tragjedisë në Spanjë, ku si pasojë një aksidenti tragjik ka humbur jetën të paktën 24 persona. Me trishtim të thellë, ka marrë lajmin për aksidentin tragjik e kurudhor të ndodhur në Adamuz, shkruan mes të tjerash Edi Rama. Në mesazhin e kryeministrit thuhet se mendimet tona janë me ata që kanë humbur të dashurit e tyre dhe me të gjitha ekipet që po punojnë pa u lodhur në përballimin e kësaj tragjedie. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Danimarkës, Mette Frederiksen, paralajmëron se Europa nuk do të shantazhohet nga kërcënimet e presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave lidhur me Groenlandën. Frederiksen së bashku me udhëheqës të tjerë europianë lëshoi të dielën një deklaratë përbashkët ku paralajmëruan se një plan të tillë rrezikon të krijojë një spirale të rrezikshme përkeësimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Mëngjesin e së hënës, Trump deklaroi se NATO-i ka thënë Danimarkës për 20 vite se duhet të largojë kërcënimin rus nga Groenlanda, duke shtuar se tani është koha dhe kjo do të bëhet. Ai ka paralajmëruar vendosjen e tarifave të reja ndaj Danimarkës, Finlandës, Francës, Gjermanisë, Hollandës, Norvegjisë, Suedisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministri britanik Keir Starmer, pas një bisede telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se siguria në veriun e epërm është një përparësi për të gjitha aleatët e NATO-s, me qëllim mbrojtjen e interesave euroatlantike. Starmer tha gjithashtu se zbatimi i tarifave për ndjekjen e sigurisë kolektive të aleatëve të NATO-s është i gabuar. Ministri i jashtëm gjerman, Johan Vadeful, bëri të qartë se ai nuk pret që marrëveshja tregtare mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian e arritur muaj më parë të ratifikohet. Nuk besoj se kjo marrëveshje është e mundur në situatën aktuale, tha Vadeful në një raport nga Berlini. BE-ja dhe SBA-ja arritën një marrëveshje vitin e kaluar në mosmarrëveshjen për tarifat, e cila ende duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian. Kjo është planifikuar për javën e ardhshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.